Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Claudia Hasanllari është me ne sot, një pedagoge dhe një eksperte, Mateo, për sa i përket dhunës në rrjetet sociale, bullëzimit, kriminologjisë, më saktë ishte fjala. Okay. E para njëherë ta përshëndesim, mirëmëngjes, kënaqësi e madhe që jeni me ne këtu. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. E dyta, Mateo, nise meqense je edhe i njëjti fakultet dhe je i gjithmonë interesuar për këtë çështje, është stafeta për ty, koleg. Faleminderit, koleg. Claudia, siç tha dhe Rudi, që ne do të flasim pak për fenomenin e djemve, të cilët kryesisht djemve. Kryesisht, po patjetër, të cilët po e përgjithsoj kështu kanë probleme që në moshë të hershme me çështjen e krimit. Claudia, ka ndryshuar diçka kohët e fundit, domethënë specifikisht me rrjetet sociale, pasi u bë shumë teme dhe janë shumë lajme të njëpasnjëshme që kanë ndodhur dhe ne i ndjekim me shumë interes. Që ndodhin vrasje, ndodhin, nuk e di, sherre pas shkolle, që shkojnë në plagosje, janë shtuar kohët e fundit, apo thjesht duke qenë se ne jemi më tepër në praninë e informacionit, edhe ne i monitorojmë dhe i shikojmë me më tepër vëmendje. Po, kanë fakt një ndërgjegjësim më të madh publik sa i takon rritjes së agresivitetit mes adoleshentëve. Jo se nuk ka pasur sjellje agresive sidomos mes kësaj grupmoshe, po absolutisht është ajo që thatë edhe juve, që duke qenë se media tani më ka edhe një rol më të madh, qoftë edhe në shpërndarjen e informacionit, po edhe në prekjen nga afër, njerëzit janë bërë më të vetëdijshëm, por nga ana tjetër sigurisht që prek një ndjeshmëri publike shumë të madhe. Pra, një ngjarje që ndoshta tek të rriturit mund të jetë më e pranueshme nga ana sociale, tek fëmijët prek një lloj ndjeshmërie që nuk është normale. Jo sepse të gjithë kanë fëmijë, pra jo se ne të gjithë jemi prindër, por mbi gjitha sepse të gjithë kemi qenë fëmijë. Edhe kur ne shikojmë adoleshentë të cilët shprehin nëpërmjet dhunës sjellje të tjera ose subkonsciencën e tyre, ne arrim të dallojmë edhe veten, dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Për shembull, mua më bën shumë përshtypje ndryshimi i tipologjive të veprave penale, që janë shtuar ngjarjet që lidhen me shfaqjen e dhunës, sidomos mes adoleshentëve grupmosha 14, 16, apo qoftë edhe nën 14 vjeç. Zgjidhja pa dialog, konflikte të cilat përshkallëzohen me njëherë dhunë fizike, konflikte që nisin rrjetet sociale, apo qoftë edhe dëshira për të treguar sundimin apo superioritetin ndaj tjetrit nëpërmjet forcës edhe elementëve që i konsiderojnë si përcaktues. Kjo në fakt, po ta marrim nga ana e studimeve sociologjike, është një lloj britme, është një lloj revolte. Në momentin që të rinjt janë të pakënaqur me shoqërinë, nuk i zbatojnë rregullat. Pra, edhe anarkitë dhe sjelljet që janë kundër rrymës gjithmonë ndodhin për këtë arsye. Në momentin që ne nuk na pëlqen një situatë dhe nuk kemi një formë apo nuk dimë se cila është forma e duhur për të reaguar, përpiqemi të gjejmë një formë që është më agresive dhe më e papërshtatshme. Ndoshta për të dëgjuar, ndoshta për të kundërpërgjigjur, pra ndoshta si formë hakmarrje, dhuna, rebelimi, këto pastaj duhen parë sipas rastit. Në shoqëri të tjera, sidomos shoqëri që kanë një demokraci më të thelluar brenda karakterit të tyre, shikojmë që kur adoleshentët janë pakënaqur, kur rinia është e pakënaqur, përgjithsisht ka një revolt në masë. Ndërsa në rastin e Shqipërisë nuk duket sigurisht një revolt në masë kundrejt sistemit ose kundrejt një fenomeni të caktuar, duket sigurisht thjesht agresion i individit kundrejt individit. Kjo duket sigurisht diferencë e madhe. A mendon se është pasojë e faktit që në Shqipëri nuk ka një kulturë proteste, nuk ka një kulturë revolte masive dhe këtë lloj agresiviteti dhe këtë lloj akumulimi personal e shprehim tek njëri tjetri? Apo është mekanizëm që edhe jashtë nëpër botë funksionon një lloj? Një 14 vjeçar nuk proteston kundër sistemit. Se si intereson fare sistemi, po. Po, do flisja për sisteme dhe institucione, nëse do të ishim në kushtet e të rinjve në konflikt me ligjin, që mund të jetë mosha 18-21 apo pak më lart, sepse aty hyn interesi financiar, hyn konkurrenca financiare, ke para, si do luftosh për tu ngritur. Një 14 vjeçar
nuk di të revoltohet. Prandaj e thash, qartë. revolta është ose për shkak se ti nuk di se si ta shprehësh shqetësimin dhe anksin tënd, ose sepse të është mësuar ta shprehësh në këtë lloj forme. Pra mund të kemi të bëjmë ose me një zakon social që nuk ndodh, nuk është i lokalizuar vetëm në Shqipëri, sepse dhuna ndaj mes adoleshentëve është fenomen global. Jo më larg se para një viti patëm një serial i cili u bë shumë i famshëm, Adoleshenca, për një ngjarje e cila ndodhi në Angli. Edhe ajo që mua më bëri përshtypje ishte që të gjithë të rriturit, pra ne trumpetojmë që fëmijët tanë rrinë rrjetet sociale dhe janë gjithkohë online, ndërkohë që u desh pikërisht një serial online që të rriturit, përfshirë këtu prindër edhe mësues edhe persona përgjegjës për fëmijët, të reagonin dhe të thoshin që po pash atë serialin dhe kam qarë gjithë natën mbrëm. Po ky serial ndodh edhe në përditshmërinë tonë, pra edhe fëmia jote ka pasur konflikte dhe nuk e qarë, nuk e prekur në këtë farë mase. Pra të bërit e fenomenit global edhe të qenit gjithkohë në kontakt me këtë botën virtuale, na bën disi edhe më të ndjeshëm sepse i shohim gjërat me një optik tjetër, mendoj. Kush mendon se janë shkaktarët kryesor të shprehjes së ankthit ose nuk e di agresionit në këtë lloj forme? Po ka faktorë të ndryshëm, tash po ti ndajmë nuk dua të bëj leksione me faktorë socioekonomike të tjerë, po dua të përmend ato që janë më adekuat, siç janë bullizmi i shtuar, fakti që nuk e kemi njohur përpara, tani është evidentuar. Po as ka qenë bullizmi përpara? Sapo e thash, fakti që nuk e kemi njohur përpara si fenomen, si bullizëm, pra më përpara shumë sjellje justifikohesh, që ka pasur bullizëm, ka pasur gjithmonë, po. Po patjetër. Tallje, ngacmime, bullizëm ka qenë, thjesht nuk ka qenë evidentuar si term social. Faktorë të tjerë siç janë tash ndikimi i rrjeteve sociale dhe jo i rrjeteve sociale negativisht, se këtu dua ta theksoj se nuk ka asgjë të keqe me të pasur një jetë virtuale, po ka një gjë të keqe me konceptimin e të rriturve dhe fëmijëve. Pra, faktori kryesor që ne flasim një gjuhë të ndryshme nga fëmijët tanë dhe automatikisht ne mendojmë që kjo është një gjuhë e gabuar. Fakti që kjo gjenerata e re, gjenerata alfa apo gjeneratat e tjera flasin një gjuhë ndryshe nga jona, nuk do të thotë që është gabim. Do të thotë që ne si të rritur kemi përgjegjësinë ta mësojmë këtë gjuhën. Çfarë gjuhë është kjo që se kuptojmë? Çfarë si flasin ndryshe? Që quajmë Gen Z është kështu ashtu, pra i vëm ca epitete që ndodhin sepse thjesht ne nuk e kuptojmë atë gjenerat. Gjuha që lidhet me digitalizimin, me jetën virtuale, janë më individualist në qenien e tyre, duan të jenë më vetëm, ne këtë e themi do të rri vetëm, nuk do të më dëgjoj mua. Fal Kladia, nuk dua të ndërpres mendimin, por që ka pas nga gjenerata në gjenerat gjithmonë përplasje dhe hendek, sigurisht ka pas. Pse mua personalisht më duket dhe mund të jem tërësisht gabim që duket sikur shkencat sociale tashmë ka një fokus veçantë të emërtuarit të problemeve të ndryshme që i përkasin gjeneratës Z apo Alfa. Dhe më duket sikur kjo gjenerat ka një sens vetë viktimizimi, kupton? Pra të identifikojnë në të tillë formë sa që fillon ta besosh që je në të tillë formë, pastaj viktimizohesh që je në të tillë formë, pastaj ndihesh keq për atë formë dhe do të bësh diçka. Domethënë dalin ca role models sa meshu i thotë, jo mos hi si femër, burr, kupton, shko, tregoje sa i fort je. A mendon se jemi në një nuk janë të pakta rastet e fenomenet edhe në shoqëritë perëndimore, kemi pas fenomenin e Jordan Peterson fillimisht i cili doli dhe i foli një audiencë meshkujsh në perëndim i tha bëuni burra vërtet, kupton, nuk jeni burra, jeni ca njerëz që ju kanë bërë gra, edhe këtu gra nuk kuptoj që ti jesh grua është e keqe, po të humbasësh atë përgjegjësinë burrërore, po themi, dhe pati një pritje të jashtëzakonshme, dhe kur i than pse reaguan kaq shumë kundrejt e, tha unë isha thjesht një shkrepse që u hodh në një mullar me kashtë, domethënë njerëzit ishin aty, thjesht ndiheshin të shtypur nga një shoqëri që i ka thënë se si duhet siller, se si duhet sjellur, i ka zbutur, i ka bërë të viktimizohen dhe ajo tamam nuk është agresion, tha, po është irritabilitet. Pra është një mos menaxhimi i emocioneve të tyre të meshkujve që i çon drejt situatave për të cilat nuk janë as të vetëdijshëm, sepse një burr i vërtet e di që pesha një thike ose pesha një veprimi agresiv mund të shkojë mund të çojë diku dhe me pasoja të rënda. A mendon se mund të jetë kjo apo në Shqipëri nuk është ky rasti? Preke një gjë shumë interesante, sepse mendoj që në Shqipëri ndër problemet kryesore është pikërisht mungesa e edukimit maskulinitetit të shëndetshëm. Edhe çfarë nën kuptojmë me maskulinitet të shëndetshëm është ajo që the që ti je burr edhe nëse nuk rrihesh. Pikërisht, absolutisht po.
je burr përgjatë një rritjeje normale. Pra, ne kemi fëmijë dhe burra, pra në konceptin e rritjes së një djali në Shqipëri. Dhe fjala djalosh mungon. Pra, ne kemi një fëmijë që rritet dhe bëhet direkt burr, ndërkohë që ai fëmia për të pasur një jetë normale, më kujtohet një pedagog, më duket që ka thënë një herë edhe vetë Krishti si figurë që vjen nga Bibla, nuk jepet se si ka qenë deri në një moshë caktuar. Pra adoleshencën e vet e ka kaluar si një fëmijë normal. Nuk bëri mrekulli dhe nuk bëri punë të mëdha. Pra edhe njerëzit, edhe djemt duhet të edukohen për të rritur si human përpara se të rriten si burra. Dhe ky koncept i burrërisë së parakohshme më shumë po dëmton se sa po rregullon. Pra shtypja emocioneve, ndrydhja, sa flitet për shëndetin emocional tek djemt. Do të thonë jemi një shoqëri që flet shumë pak për këtë gjë, sepse është e marrë mirëqen që mendon se është kulturore? Kjo në sensin që burrat në tërësinë në Shqipëri kanë shumë të, domethënë burri është gjithmonë konsideruar si duhet të jetë një qenie e fortë, s'duhet të jesh emocional, s'duhet të qash, s'duhet të tregosh, duhet ta kapërdish, duhet të jesh shtylla e shtëpisë. Mësohet kjo, më fal që ndërprerja, mësohet kjo që ti duhet të jesh përgjegjës, por pa nuk duhet të jesh. Nuk mësohet që përgjegjshmëria vjen me një paketë, pra ti nuk mëson të jesh i përgjegjshëm apo përgjegjës për të tjerët a priori out of nowhere. Kjo përgjegjësia vjen me një paketë edukimi, kulture, mirërritje, gjitha me radhë. Dhe kur mungon kjo, patjetër që ti do të mbash përgjegjësi, por ndoshta jo gjithmonë në forma të shëndetshme. A mendon se po e çojmë shoqërinë drejt burrit macho në sensin që kultura, sidomos kultura muzikore, po ta vësh re për shembull do të shohësh modele të çunash të pasuruar shpejt, të pasuruar shumë, me pjesë bandave, kulturave të caktuara, gjithmonë do të serviret dhuna, sa i fort jam, thyn mes, me 50 vet. Është role model. A janë këto role model që mendon se kanë ndikuar? Personalisht unë besoj shumë që duhet jenë këto. Më është kultura e rapit, sidomos e hip-hopit që ka dhënë shumë mesazhe të tilla vitet e fundit. Po janë sigurisht se ne ta thash jetojmë në një jetë tashmë virtuale, nëse o borri dhe do dalte ajo e brezave që më ngeli pa tu përgjigjur. Nuk është e keqja kur ne identifikojmë brezat dhe problemet që vinë me brezat, se për shembull nëse o borri i on si fëmijë viteve 90 flas për veten, ka qenë o borri lagjes, tani më ne duhet ta pranojmë që nuk ka o borr lagjeje dhe mos të insistojmë më që fëmijët tanë nuk po luajnë, nuk po shoqërohen. Jo, më o borri është ai që është në telefon, është virtual. Duhet ta pranojmë këtë fakt dhe tani hajde të rregullojmë kontentin që është aty. Pra ne nuk do zhbëjmë realitetin. Tani më jetojmë në këtë realitetin virtual, si ta rregullojmë. Dhe me kontentin kemi probleme patjetër. Janë këto promovimet e modeleve, role model që sigurisht ka dhe raste nuk janë pozitive. Po ajo që unë kam nevojshme ta them është që nuk është i keq leku i shpejt apo të bërit para. Pra, koncepti para si edukimit financiar. Nuk është koncepti i keq. E keqe është jo leku, se përdora fjalë nuk është e keqe leku i shpejt, nuk është e keqe dëshira për të pasur para, për të qenë i pasur. Ty jemi dakord. Por mënyra se si bëhesh dhe se sa i edukojmë ne të rinj tan, se si të bëjnë para apo si të forcohen financiarisht, kjo është një temë pastaj që na takon neve ta ndajmë me njëri tjetrin, që apo i mësojmë, apo i japim alternativa për të bërë para, apo për të rritur ekonomikisht, sepse gabimi nuk është të kesh një gjë të shtrenjtë apo të kesh makinën e shtrenjtë. Gabimi është promovimi që i bëhet në mënyrë se si dikush e fiton këtë gjë. Po nëse se jeta virtuale e fundit, jeta virtuale i jep një realitet që nuk e tregon rrugtimin. Ti shikon një model, edhe thua, ky është bërë kështu sepse del në konkluzionet e tua, po rrugën nuk ta tregon. Po për te kësajt ka shumë raste në shoqërinë shqiptare që të rinjt i mësojnë dhe i shikojnë në përditshmëri persona të cilët dihet, le të themi, se si e kanë fituar atë pasurinë, edhe kam përshtypjen, dhe kjo është përshtypja ime personale, që më tepër ndikohen nga kjo gjë në jetën reale. Pra, unë qëndroj te filan lokal dhe e di që pronari i lokalit është ky dhe është ashtu. Pra, tani ideja është që të rinjt rregullohen duke u rregulluar të rriturit, sepse nëse ky i riu shikon atë të rriturin që ka realisht sukses, se rrjetet sociale është një gjë që kuptohet, një këngëtar mund të bëjë një klip dhe është si thosh performancë artistike. Për te pjesës që, domethënë, është pak si ndikim i tërthort, kurse ndikimi direkt është shoqëria shqiptare, që këtu del në orën 11 paradite, shikon të rinj
Po flas kur them të ri 30 vjeçar, 32, 35, me makina, me që supozohet të jenë punë në atë lloj orari. Dhe kam përshtypjen që është shembulli që merret direkt në jetën reale. Kush janë disa mekanizma që mund të tregon për te teknologjisë. Edhe për çështjen e teknologjisë dua ta bëj tani pyetjen. A realisht mendon se heqja e lirisë së përdorimit të rrjeteve sociale ka ndikim pozitiv, po ndikim të dukshëm? Se ne bëm një vit më duket pa TikTok, nuk e di se çfarë. Gjoja bëm. Po, patjetër se kishte mënyra tjera. Po, a mendon se është një mënyrë e mirë efikase kjo për të ndaluar një rrjet social caktuar? Pyetje $1 milion që bëri kjo. Jo, unë do t'i përgjigjem të dyja në një, sepse dua ta bashkoj dhe këtë realitetin e lagjes dhe realitetin e virtualitetit. Unë mendoj që ti asnjëherë nuk kontrollon dot kë ke rreth vetes dhe rreth teje, por mund të kontrollosh mënyrën se si qasesh dhe çfarë dëshirash ke ti për t'u raportuar. Edhe kjo gjë siç ndodh fizikisht, ndodh edhe virtualisht. Pra, edhe nëse ti nuk ke fare asnjë rrjet social në telefon, nëse je i prirur të marrësh një ndikim negativ apo nëse ke një arsye të brendshme që të çon drejt asaj gjëje, do të shkosh. Nëse pastaj kontenti rregullohet, kjo është situatë tjetër, është ajo që thashë, nëse ne punojmë për të pasur modele pozitive online, për të promovuar modele pozitive, për të dhënë një përmbajtje, sepse në rrjetet sociale ka dhe përmbajtje shumë edukuese. Po algoritmi ka atë që të ngacmon ty më shumë. Pra ne këtu duhet punojmë në të rriturit, pastaj si ta rregullojmë algoritmin. Se kemi në dorë ne si Shqipëria atë. Ajo është internacionale, varet nga forca të tjera. Po nëse ata kanë sa struktura më të mira. Mua nuk më pëlqen të lokalizoj problemet kur flitet për probleme që realisht nuk mund të lokalizohen. Është vërtet, absolutisht. Adoleshentët kanë problematika të njëjta në të gjithë botën. Mua më ndodh shpesh dhe për shkak të punës edhe fatmirësisht në këtë rast të kem komunikim me homolog në gjitha shtetet e botës. Isha para pak ditësh në një konferencë dhe me Amerikën Latine, çuditërisht dhe për mirë kemi sfida të njëjta. Dhe ti aty kupton që fatkeqësisht fëmijët po përballen me njëra probleme, po për ne profesionistët fatmirësisht kemi modele të ngjashme dhe shikojmë se çfarë funksionon në një vend dhe çfarë nuk funksionon në një vend tjetër. Çfarë funksionon? Edukimi gjithmonë. Edukimi në nivel familje, në nivel shkolle, në nivel... Edukimi nuk është çështje vetëm e familjes. Edukimi është çështje e gjithë aktorëve. Domethënë edhe ne këtu bëjmë edukim, edhe dikush tjetër që flet dhe pikafen atje tek lagja siç e tham edukon, sepse një model që është i prirur të shpërndaj influencë, qoftë edhe në atë influencën e vogël në familje, në shoqëri, në komunitet, ka mundësinë të edukoj. Dhe ne si shqiptar, që duhet ta bëjmë si shoqëri ballkanasit përgjithsisht, ne duhet heqim dorë nga parimi që nuk është fëmia im, nuk më duhet mua se është i jati vet, se është e joma vet apo se kjo dhe ajo, dhe duhet bëhemi më mbështetës të parimit që fëmijët janë të gjithëve. Edhe janë përgjegjësi e të gjithëve ne. Më thënë një adoleshent i cili gabon është përgjegjësi e të gjithëve, nuk është automatikisht vetëm e prindërve, se edhe ata prindrit jetojnë për herë të parë, nuk është se kanë pasur 1-2 jetë që kanë mësuar si të prindërojnë, edhe tani bëjnë gabime dhe ata, unë mendoj që prindi rritet bashkë me fëmijën në procesin e prindërimit dhe kanë nevojë për mbështetje edhe prindrit edhe fëmijët në këtë proces. E vërtet është, po do hante diskutim, do hante se tani shiko, nuk mund të thuar që do mësoj prindi duke absolutisht prindi përmirësohet. Po ca baza në prindërim, po ca baza tani drejtëmori do t'i kesh, me thënë informacioni është aty. Hap ChatGPT-n pyetet, paktën nëse për ton të lexosh një literaturë, të hapësh një libër, unë jam prind i ri. Nuk kam lexuar 10 libra deri tani. Detyrat prindërore. Po, dakord, po, ajo është reflektimi i prindit pastaj ai fëmia. Ai fëmia që e ka mësuar ai që lodrën merret, rriqe, futi edhe me grusht, e ka mësuar ai prindi dhe nëse shkon të debatosh me atë prindin, ai prindi do të debatojë me ty, do zgjesh me grusht aty prind me prind pastaj. Po kur prindi dështon? Po ai është dështimi, ai prindi. Po çfarë ti bëjmë aty prindit tani? Ta rra me Kalashnikov unë ti bie. Pra, po ne si shoqëri për këtë fëmijën të cilit i ka dështuar në këtë rast edukimin në familje. Po unë duhet të shpëtoj timin në Klaudia. Domethënë çdo shqiptar tani ka ngel që thotë të paktën të shpëtoj timin, domethënë shqiptari ka ngel përpara disa alternativa të tilla. Streson veten e tij nga mëngjesi deri në darkë, në cilën shkollë do të çoj fëmin,
dhe dëgjon prindër tjerë që i kanë ku ka më pak kriminalitet, ku ka më pak agresion, e çojnë atë shkollë dhe pastaj kërkon të frekuentojë ato lagje dhe ato zona që mund të kenë më pak, kupton? Do të thënë shqiptari tani është shmangës. Kupton? Mundohet mos ta lë me telefon dorë, do të thënë këto kanë ngelur. Qofse shteti nuk merr masa vërtet. Për shembull, ndiqja një studim interesant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe thoshte që sporti kolektiv arrinte të ulte agresionin tek meshkujt me rreth 15 deri 20%. Qofse fëmijët që merrnin pjesë në sporte kolektive kishin 15 deri 20% më pak agresion të shprehur. Me ku është ky sport i shprehur në institucione shqiptare? Pse s'kan marrë masa për këtë gjë? Këtu s'ka një vend të luajnë, domethënë duhet të shkosh të paguash, jo të gjithë prindit kanë forcën financiare që ta çojnë në një kurs, të paguajnë kursin, që ta fusin në një futboll privat, pra diku luanim në përkopshte, në përlagje. Pra nuk është aq e thjeshtë. Jo, pjesa e aktiviteteve ekstrakurrikulare është shumë e rëndësishme në fakt, dhe ne kemi testuar sidomos edhe në me fëmijët konflikt me ligjin që sporti është një element shumë i rëndësishëm dhe jo vetëm sporti, po edukimi jo konvencional në tërësi. Arti, mund të arti, kultura. Unë vetë jam shumë fanse përdorimit të terapive që janë jo të zakonshme ose jo konvencionale. Mendoj që fëmia më shumë se sa dëgjon është i aftë të përthithi dhe të reagoj në situata të caktuara, edhe vetë problematikat i kupton më mirë, që qoftë tek një pikturë që bën apo tek një tekst kënge. Dhe unë mendoj që do kishim adoleshent më të shëndetshëm patjetër nëse do të kishim një investim më të madh tek edukimi artistik kulturor, edhe shoh që fëmijët që kanë tendencën të përfshihen në aktivitete të tilla, janë më paqësor, janë më të dashur, edhe rrjedhimisht të bëjnë jo vetëm shkarkimi i adrenalinës përmes sportit, po edhe komunitetet që ti frekuenton, sepse një fëmijë që shkon në një kurs piano, pikture, art crafti apo çfarë mund të jenë të ndryshme, sigurisht krijon një komunitet të vetin, edhe aty fillojnë komunitetet që fëmijë. Është shumë e drejtë. Pra ne jemi reflektim i asaj që kemi qenë të vegjël, edhe burrat e shtetit karakterin e tyre e formojnë 5 vjeç. Absolutisht, jemi janë tanët më ne kemi bërë. Kështu që prandaj të them që edhe ai momenti secili nga aktorët mund të dështojë në një moment, po nëse zinxhiri funksionon, jemi dakord 100%. Pra, absolutisht prindi është kryesori, familja është kryesorja, sepse është komuniteti bazë, ne dalim nga familjet tona dhe rrjedhimisht ne jemi një pjesë e jona është pasqyrë e familjes, por nëse kjo do të ishte gjithmonë absolute, ne nuk do të kishim edhe individ që janë shumë të suksesshëm dhe modele shumë pozitive që mund të kenë ardhur edhe nga familje problematike, mund të kenë qenë dhe viktima të dhunës në familje me prindër agresiv, apo shpeshherë për fat keq mund të kenë qenë edhe pa një familje të plotë, ndoshta me mungesën e njërit prind apo ndoshta edhe pa familje fare, dhe janë prap individ shumë të suksesshëm. Atëherë për të shkuar drejt mbylljes. Nëse do mund të jepnim disa këshilla për prindit. 3 gjëra jo për prindit, po le ta bëjmë kështu. 3 ndërhyrjet kryesore që do bëje, që duhen bërë për të përmirësuar këtë fenomen. Domethënë gjëra konkrete, çfarë do bëj? E para, edukimi jo konvencional, përfshirja e fëmijëve, dhe sidomos deri në moshën 14-16 vjeç në sporte, art, kulturë dhe aktivitete të tjera. E dyta, edukimi që je përtej nxënësit, pra ti je nxënës, por notat e tua dhe aftësitë e tua akademike në thonjza nuk definojnë njeriu që ti je, duke investuar më shumë tek njeriu se sa tek profesionisti, dhe kjo fillon që në vegjëli. Edhe e treta, kalimi i kohës me adoleshentët duke i gjithë përfshirë, dhe kur them gjithë përfshirë, jo vetëm me fjalinë që po rrim edhe po rrim në shtëpi dhe po shohim një film, por gjithë përfshirja edhe në marrjen e vendimeve, edhe në kalimin e vështirësive familjare, po edhe në kalimin e kohës produktive me ta. Pra ti bëjmë të ndihen të dëgjuar, të rëndësishëm edhe pjesë e jona de facto. Mrekulli. Okej, shumë faleminderit Klaudia. Faleminderit shumë, faleminderit. Para se të largohemi, do duhet falenderojmë Prestige Home Center, destinacioni më ekskluziv i arredimit në rajon me mbi 100 marka prestigjioze ndërkombëtare me standardin më të lartë të stilit, elegancës dhe komoditetit për shtëpinë apo biznesin tuaj. Prestige Home Center ju pret në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12. Ndërkohë që ti e di që kemi përmend Electromagic, dhe kemi thënë që ka disa nga markat më të mira të botës në Shqipëri, por vëlla kur shkon aty. Se shkova se më duhej. Shkove? Po, shkova kur shkon aty dhe i prek. E di çfarë vjen miele.
Se ke iden o burr. Era kështu, era kurbet. Ishte e mirë bërë, po them. Merr një miele vëlla 25 vjet flemendjen e sigurt një herë, mund të shkoj edhe më shumë. Trashëgon nga gjenerata në gjenerata. Aty janë Hagen, miele, disa ka markat më të mira në botë. Prandaj them ta vizitoni, është një eksperiencë tjetër, sepse siç e thotë Electromagic përjeto eksperiencën.